realizuar edhe golin e 4. Kosova ka realizuar edhe golin e 4 ndaj Slovakisë. Ka i gola ashtu. Mirëmëngjes Angel, mirë se jetë në studion e Weekendit. Mëngjesi Bardha, mirëmëngjes Lindrit, faleminderit shumë për ftesën. Mirëmëngjes, faleminderit që na solla këtë pozitivitet dhe këtë energji që e ke pas edhe atë ditë. A besoj në shtira parë që po e shoh prej që e kom postu, s'kom himo me këqyr. Jo që e kom të lashën që më vjen marrë me pa vetëm, po se di pse do isha miran tjerve me përjetu ato që e kom përjetu unë atë ditë. E stash kur për shoh për një me Po të rënqet edhe ty. Po, se për ndje emocionet e njëta që i kom pas edhe atë ditë, atë natë në fakt. Zonën e Angel Berbatovcit besoj kejtë e njojnë, kejtë e din kush është, për tash e kanë edhe figurën për para. Po, Që shpo ndihesh, Angel, që kjo video jo ka bo bujnë Kosovë në Shqipëri, po në krejt botën? Është e pa përshkrushme, besomni. Nuk e kom prit që ka më shku kjo kaq virale në krejt botën. Unë zakonisht mundona me promovu punën tem gjatë komentimit edhe punëve tjera që i bëj. Zakonisht emocionet i ndaj me njerëz tjerë. Ata që shohin televizion edhe personin që e komenton qysh në djetë ose qysh është të reagu të e komentunin ngjarje sportive, qoftë futboll, qoftë Formula 1. Edhe ideja o ka në njëjta, në fakt ideja nuk e kum pas fare për me xhiru veten në këtë ndeshje, se gjatë të ditës jem kanë me emocionet Kosovës, këngë patriotike, bile Albulenin e kum dëgju këgja shumë fiksit djetë. Edhe se kum pas fare menjen të xhirimi. Se disha që ndeshën Danimarka Maqedonia Veriut nuk është e kam e gëzu shumë interes për me pa, për shkak se edhe lujke Shqipëria, edhe Kosova. Për ndryshën i kom dajt Maqedonit Veriut, pak e ngushtlesha vetëm, thesha hajt që dajt pi komentoj. Masanej, kur hina në kabin këto, thash, kur e lëshova aty me këqyr Kosovën, thash, hajt e qesë edhe telefonin vesh të ladin, edhe gjithçka ka rrjet tani spontane, natyrale, çdo emocion që e kom përjetu kon reale, po besoj që juve që une po krejt shqiptarët anë e bon botës, kam festu kështu si une, nashta edhe ma shumë, se na ka emocionu me të vërtet, edhe është diçka rritje historike, që ka bu Kosova, që ka shku në finalet play-offit. Shka dalën prej atyre që e kanë festu ndoshta fesën është që edhe zonin e kanë qitë. Për shkak të komentimit, të lojës tjetër, të ke pas shumë atë vështirë. A qysh e ke ndjetë ti realisht brenda thellë dhe në loftë me thonë, që s'ke mujt me qitë edhe zonin? Po besoj Lindrit e din edhe Bardha, ka njerë kur dënë me thonë një lajmë të mirë, qatë që është lajmë i mirë, sa që s'durohesh pa e thonë, po knezë kopi marsikleti, a me thonë, a mos me thonë, se të ka thonë a i tjetëri mos e thuj, leje surpriz, qas i ndjenje, do me thonë, nuk më isha, se na e kemi një mikset aty për para, edhe normal e kena mundësim për me ndalë mikrofonin, po shumë shpesh në ndodhë që nëse nërë kollitemi ose të shtim gjatë komentimit së është normal, ose pim uj, e ndalim mikrofonin, po ndodhë ka njerë që mujna me harru me lëshu prap. Edhe ti fol, adin se ka njerë atmosfera është qatë që madhe, sa se njën edhe vetën, qka. Edhe pra ndaj, si ma siguri, unë nuk e nalësha mikrofonin, edhe tash kemi festu qështu i koq, do më thonë krejtë që i dadin, më thonë se dija ka njeri ma të koq se une qafe që... Ma se kemi pa këtë video, jemi kuq krejtë Angel. Adin, u kanë, se di, edhe u dash kemi festu me shprej knatësin shpirtnore në qetësi që ishë shumë e vështirë. I kësha sfidu këtë njerës që dojnë me bu në herë diçka për content, diçka që dojnë shumë me provu në qëtësi se adin si kur me të metë në fëtë, adin do të me shpërthy. E te gola e tretë, kur e rikëthen rezultatin, thash... U manima me djenë edhe u dash me lëshu pak zo, po u dash me majtë edhe pjesën profesionale në deshën tjetër se... Pa tjetër që bu. Sa ka qenë vëmendja jote të Danimarka dhe Maqedonia, Angel? Tu e di që jetu e gjiru vetën në ndërkohë jetu e pa edhe dy lojë tjera paralele, Shqipërinë dhe Kosovën. Nëse s'jam të më pa drejtorat, kësha kalëzu. A i mbyllën dhe ashtë pak? Arlindi, nështë asë më shqipë për momentin. Vëmendja pak e heq me të kalëzu drejt. Shumë shpesh gjindemi në situatat tila, kur diçka që ti e dënë është duke u zhvillu edhe ti jemi një pun tjetër. Po këtu hen tani profesionalja, ku dush me qenë korekt me ato që e bënë, vëmendje heq, pile 2-3 herë, tu e këqyrë, shtu tash Vedat Muriqin, ose edhe Fesnik Aslani, po te Vedatim Kara, një sulmusit Danimarkës, Gustav Isaksen, i kumë thonë 2 herë Muriqi, rjanës djatë se menja knej, sytë knej, a din tash
s'mësha me bu kur qysh një balancim ose përputhje, edhe sa herë dil këtë topi jashtë vijës fundore, ose faul, ose zëvëndcim, ose qarë do lloj ndalesë që ka pas të Danimarka me Maqedonin, jem këthy të në kohën për me pa Kosovën, edhe bile mikshën një 10 sekunda, se ata janë nishin me lu. Po besoj më falet. Shime arsyetohen kur emocionet kanë qenë kaq të mëdha. Edhe mënyrën që ki transmetu te ka qenë një mënyrë shumë ideale dhe shumë e veçantë në fakt. Që do për të jo vetëm në Kosovë, Shqipëri, po edhe për te. Çfarë mesazhe more konkretisht Eni? E dim që ki marrë ndoshta pa modesti mira mesazhe. Po. Cili ndoshta të kalon pak më shumë përshtypje. Prej turqve, kom pas shumë mesazhe, sidomos prej gazetarëve turq, që më kanë përgëzu, më kanë komplimentu dhe më kanë thonë që kanë qef me më taku të martën kur Kosova lunë me Turqinë në Fadil Vokri. Po gjitha janë kom pozitive, tash me veçu diçka, sidomos për krahja kanë shumë e madhe prej audiencës tonë këtu, ku kanë thonë shumë të edhe ti bardë nëse më me përmend që e kam pa shumë shpesh videon. Unë personalisht 20 herë kom këqyr këtë video. Edhe emocioni njëjtë vazhdimisht ka qenë. Jo më bënë shumë të lumtur se edhe unë i kisha pa 20 herë dikon që kish pas një emocion tillë se duhemi me tregu kanjëherë që për te anës profesionale është edhe kjo ana që po njerëzore, emotive ku me një historia shkuet një herë, nashta shkojmë edhe 10 herë në kampionat botëror masanej, po kjo është hera e parë që po e përjetojmë edhe jemi shumë e fat që po jetojna në këtë periudhë ku po e përjetojmë që sefte në zhargonin tonë, Kosova mund me qenë pjesë e kampionatit botëror. Kështu që mesazhet kanë qenë me mira, gjitha kanë qenë shumë pozitive që se besojsha, pak presion se nuk po arri halomi këthy mesazhet krejtve, kom qef mja këthy gjithë se cilit që ka gjithë kohë me më shkru edhe me më komplimentu për këta emocion që e kom donë. Kështu që... Merë vëmendja dhe botërore, sepse kemi komente shumë të ndryshme nga portalet sportive edhe mediat botërore që e kam përshkru edhe reagimin tënë. Lindret, halos po mujnë me besu, po të kalëzë i drejt. Ti e që kë? Po, ama s'jom të mujnë me besu, dje bile e përmen shatë i shadin, po më do këtë pak si andër se me pa vetën, faqet të matë mëdha të sportit në botë, qatë salajmi kanë shkru portalet në Meksik, më kanë kontaktu pe i Brazilit, që bisedu me bardhen, mediat kroate, slovene, do me thonë kryesisht evropiane në edhe në Turqi. Me këta e kom kuptu që dashnia s'ka gjuha, po kupton, emocioni s'ka gjuha, pavarësisht sa gjuha i flasim, pavarësisht cilit vend jemi, një gjuhë e kuptojmë edhe është emocioni, edhe është dashnia, edhe është përkrahja ndaj vendit tënë. Gjithë se cili njëri anë e bombotës njët atletar për vendin e vetë, edhe po menoj që e ka gjithë vetën të kjo video e jemja, se kam vendos vetën atë plan që qka nëse ven jam, kish me ndodhë një gjahë e tjilë që kishim festu, sidomos për venet e vogla. Kështu që menoj se që kjo nga ka bashku anë e bombotës edhe ka shku shumë virale. Bili edhe prej Indisë merdhë motra në fakt në tregoj dje që ja ka ndërgu prej Indisë me një portal një Indi, motrës tem që hej, ashtë që vlau jëtë. Wow. A i ka thonë jo, normal se. Apo pëse? Jo, a i ka thonë. E përmende që kem pas edhe kontakte prej këtë botës edhe Brazilit intervista. Ke marrë pjesë në këto intervista, Angel? Jo. Po pëse jo? Se di pse. Nuk është puna që kisha droj ose qka me fol, po fakt Brazil ke shumë vonë. Tani jo thanë 10, jo thanë 2 natës, adin pritojsha pak edhe me uqunë 2 natës për me fol. Angel e ke marrë vëmendje ndryshme. Po, e vërtet, po kom dhanë në të shkruar pyetje për mediat për të rëtën e Turqisë, dhe s'po di, nuk kam qka me shtunim. Vetë Angel që historia shkruat njerë, në ndoshta kualifikumi prapë në botror, po kjo hera parë nuk harrot, edhe për ty, ndoshta ki mu bu viral edhe shumë herë të tjera, sikur kjo video, po kjo hera parë nuk harrot, që do të jetu deri në maksimum. Po bardh, po ati qa menojune se këtu mi me tregu shumë ma mirë emocionin në Shqip edhe ato që a kom dje. Në gjuhë të huja, po besoj që ajo që a kom foli është këto. Nuk ka qka mujtë me shtu ma shumë po në ato që a kom dje që shihet. Nuk është diçka që kësha mujtë me tregu për ata risi, qka do të thotë Kosova për neve edhe qka do të pse është ky emocion pikrisht për Kosovën. Kështu që menoj që gjithë qka ka folë. Fotografia 1.000 fjallë, këtu është video 10.000 fjallë, kështu që
për këtë pjesë, video është. Besoj, Angel, që ti mundesh edhe me fjalë me përshkru këtë emocionat e këtë tjerët, kështu që nëse e ki naj kërkesë tjetër, lirisht shko, sepse besojnë ty që mundesh me përshkru edhe me fjalë dashnin që e ki për vendin. Po, që bilis tash jokën për shoqë që ku ka konë keq. Tash ishe defekte që ka ki pas, po nuk ka asni. Zakonisht edhe për komentime kur shkojmë nuk është që veshemi, a bedin se është kabinë, se shekër kush, del edhe trener, ka njëherë adin... A kishtë ndryshu diçka Angel në di që po është ka që virale, a ishe vesh pak ma ndryshe diçka? Jo, valla jo, nas ta flok pak ish ndri. Se s'podim, që dera pak qela, bedin njëri veç kur hinë, me arme. Kjo gjende kaotike është ka që lezeqme. Kështu nëse i shkon gjithë shka një perfekcion, nuk i shkon ideale. Nështë ta po. S'podi, s'tash e kom kuptu që senet spontane jonë ma të bukurat. Pikrisht. Se unë jam pak detajiste dhe kom qef kur bëj content me konë gjithë shka pas kamerën, se zakonisht e marrë kom një kamerë profesionale, marrë kamerën, pak regulona, e qes kondin e mirë, po veç e kum langë kështu, adin, edhe është video ma e suksesme që kum pas në herë, dhe më thonë, seni ma i thjesht që kum po. Marinati, asë të thonë. Sa orën e kum kalu unë në atë banes, tu editu, a këto që tu në studio, kum editu edhe dul pjesa ma e mirë e saj. Pa të komente nga tyra publike, Angel? Nëse s'ka bëj, po, lajka ka pas, po shkremu konë ish ministri i punëve të jashtme Petrit Selimi që ka reagu në X, që kum pas mundësin me pa, edhe ambasada e Polonis, po ashtu, edhe ka shpërnda ambasadori i Kosovës në Poloni, e ka shpërnda videon edhe ka shkru për mu, kanë qenë edhe do ambasada, nëse s'ga bëj ambasada e Kosovës në Angli, e cila ka reagu për këtë video, duke shpërnda. Qëtu që kum pas mundësi me pa. E që edhe prej Vedatit? Po prej lëtarëve të komentares? Po Vedat Muriqi, bile është histori interesant, unë u qova mëngjes, se unë e postova videon, edhe kisha me u qu herët për punë. Në fakt, në orën e emision, vëllat, mëngjesit në ora 7 këtu, me folë për Kosovën. Nuk ka një ideja për me folë për pjesën e viralitetit. Jo, se mu më kontaktun 2 ditë ma herët, apo vjen me folë për Kosovën, të premtën. Se unë isha në udhëtim jashtë për 5 ditë, edhe thash po, të premtën vi, në fakt kjo postu të premtën në orë të parët mëngjesit. Dhe unë një marrë në plan e kemi përmen shumë pak, se kena folë për Kosovën ma shumë. Po kur po qona mëngjes për shoh Vedat Muriqi. Dhe isha s'ka kombore. Vedat Muriqi, adin. Së është i vërteti. Po, edhe kur po hi, ma kish dërgu linkun një portalit turk, një rrjeti social në X, në ishtë Twitter, që e kanë ripostu videon teme prej dhe Kosovën futbol. Është një faqe që e para kanë kontaktu dhe më kanë thonë a ka mundësi për me postu video në rrjetet sociale. Se s'mu imi ahup se Merita është edhe atyne që kanë bu video në kaq virale, se kanë këgja fanbase Gjon të futbol dashësve, edhe është në X dhe Kosovën futbol. Nëse s'ga bëj, kërkojnë djesë, nëse se thash mirë. Ata e kanë postu tani, faqe turke ka marrë prej asaj faqe, edhe Vedat Muriqi po më shkruan edhe po ma qënë linkun adin. Edhe thash, që ato e kuptova që ka të ndodhë, peshon 100.000 viewsa, kish përthy, komente, plot, tani gjatë ditës, ta shubu hala ma e madhe, ku deri tash, që e poshtë në krejt ata që kanë postu, ka shku deri 10 milion shikime për 24 orë, në krejt botën që ke këgja sukses. Me Vedatin na kena komuniku dhe ma herët, edhe pak për shkak të futbollit si jam si speaker i Kosovës, po edhe për shkak që i pata knu para se me i në komentim. Vedatit, u konga apo na knona dhe veç? Po, t'ka falë zoti bukurie, si kur hana kur ndryqon, o ty golat pas kanë hije, o Vedat pirati jon. S'konge kun kënu për Vedatin, si vjetë është t'u shkëllqynë Majorka, po kjo kanë jashtë komentimit. Më thonë, para se më bogati lujke Majorka Barcelona, Vedati e ka po, e ka pëlqy shumë, edhe ka ripostu qatë video Vedat Muriqi, na ka mit pak kontakti, i urojnë atë qështu bajramat me një tjetër nëse. Zyrtar. Urime bajrami, Ke bo familjarë. 10 milion shikime Angel, apo jetës pak najra, ala jetu jetës për tokë?
Ma pak për 48 orë, gjithë të shikim. Po, më tregon shu do ka sot. Enjoy të fluturojnë. Sot do doke ma për tokë se për tokë. Po, s'po di, është shumë emocioni veçantë. Inshallah e provojnë krejt, kom qef që me përjetu ka njerëz të famshëm, mos po them vetes i famshëm, tash mos të Pa modesti. Idolizoj. Jo, nuk është puna e famshëm, se kjo është ma shumë në shoh si hype i momentit, se ka ndodhur në momentin e duhur, kohën e duhur. Tash është gërshëtu fitoria e Kosovës, komentimi, profesioni, emocioni. Gjitha bashkë. Gjitha e kanë kriju këtë kontent kaq të bukur. Po gjithsesi do të mbetet kjo video për herë. Po, ma shumë e që është trampolin. Po, e vërtet. Angel, imi krejt në fund, qysh është ta shlojen me Turqin të martën? Edhe do ta komentosh. Unë kom e qenë stadium, Okej. kom e qenë si speaker i stadiumit, do me thonë, kom i Emocion prezentu. ende më i madh. Unë e kom bu plan për me shtirë zonin komplet. A dit, do me thonë, atomin e fundit kom e dhonë atë ndeshje, fillimisht me prezentimin e lojtarëve, edhe masanej do zoti gol. Edhe pse besoj fuqimisht që kena me shku tutje se puna o konë dhe që du me pru, dhe i kundër Turqisë. Pavarësisht nëse i shkon Turqia ose Brazili, mendoj që shpirti jonë është më i madh, dëshira jonë është më e madhe për me u kualifiku tutje. Duke ditë që veç 10 vjet i kemi në FIFA dhe UEFA, edhe sakrifica që i kemi kalu, sidomos në futbollin e Kosovës, pas luftës e kënej, mendoj që këta lojtarë kanë na dhënë dhuratën më të bukurën që kishte mujt me menu ndonjëherë, që ka me qenë Kupa e Botës. A do të rëmben nga emocionet lojtarë tonë? Sepse është ky vullneti ndoshta edhe presioni i të gjithëve që ata të fitojnë të shkojnë botror. S'po di, po besoj që kanë pas emocione, se kur luam para 13.000 shikuesve, e miliona njerëzve që kanë me pa, jo vetëm në Prishtinë, po gjithandej botës, se po përflitet që kanë me qenë deri 20.000-30.000 veta edhe në shesh për me pa ndeshjen prej ketë Kosovës kanë me ardhë, po ashtu edhe gurbeqarë, mërgjimtarë që kanë me ardhë këtu me përjetu këtë ndeshje. Menoj që emocionet kanë me qenë, po këta janë qashtë pjekun tash që kanë me kontrolu ato emocione, edhe ato emocione kanë me përkthy në lojtë mirë. Trajnerin e kena shumë të mirë, Franco Foda është një trajner që ka arrit me pru qetësi edhe maturi mrena ekipit. Bile unë menoj, edhe bëj apel që nëse na dërgon Gjermani, Franco Foda në kampionat botror, do të me neutralizu me bush shqiptar. Edhe mi alon emri i Franco Fodës, Fadel Fazliu, për shembull. I Gjani Debiasi që kena pas Gani Abazi që bënën edhe nani far Fadel Fazliu me bu Franco Fodën. Angel, le të themi se është e martë që në data 31 mars fitoj Kosova kundër Turqisë, ora është në 23. Qysh e përmbyll Angeli këtë komentim? Hiç nuk e di. Pasha zotin hiç nuk e di. Me lot po sigurt, edin, tu kajt, pa za, edhe veç kom e thonë ashta njerëz. Vetë se u emocionove. Hajde si komentator, një fjali për fundoje. Njerëz është momenti ynë, dalim këto rrugë që na kanë silliri, ta shijojmë këtë moment, ta shijojmë këtë histori. Gëzuar. Por ai që këto fjalë ti dëgjojmë të martën brëma, prej së vërtetë. Inshallah më thonë të në fund, që do të qetë. Falet. Se po besoj të mërkurën një këmë thonë kretëve nuk dalim punë kërkun, nëse kualifikohemi, se ka me qenë rrugëve të natën. Me festu, pa tjetë, ti edhe kejtë shqiptar. Mos më shkuni, mos më thërni, qatë natë do t'jem i dehur diku. Deri në vikend. Angel, këtë fund jemi, faleminderit shumë, shijoj e këtë periudhë maksimum. Bardha faleminderit shumë juve lindrit për ftesën, ishte knatësi, edhe po uroj që kemi pas edhe shumë raste tjera me